duhet të dëgjoni gjithçka, pra duhet jeni të përullur, jo arrogant. Dhe më lejoni të them gjithashtu që ndërkohë që Shqipëria ecën përpara në objektiven e saj për të bërë shtet antar, roli i magjistratëve bëhet edhe më i rëndësishëm. Sepse dhe ne kemi thënë këtë nga hera, të arrish standardet europiane, kjo nuk bëhet thjesht vetëm me anën e miratimit të ligjeve, ligje rregullore, akte nënligjore, por kjo arrihet edhe me anën e punës së përditshme që gjyqtarëve të prokurorëve, sepse ata ju do të jeni ata që do të merrni masat që ligji të zbatohet, të respektohet. Pra ju po bëheni pjesë e këtij profesioni në një moment tejet kyç për historinë e sistemit të drejtësisë shqiptar. Shumë gjëra kanë ndryshuar gjatë tyre viteve që prej fillimit të reformës në drejtësi, institucionet janë fuqizuar, tashmë kemi standarde të reja. Dhe, mbi të gjitha, edhe pritshmëria e qytetarëve shqiptar është rritur, dhe me të drejtë kjo. Pra, më lejoni të them që institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet, nga rregulloret, sepse institucionet kërkojnë edhe ndryshim, kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Pra, unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Pra, ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjiale të disa vendimeve që janë të rëndësishme dhe që duhet të marrin institucionet e drejtësisë. Pra, tashmë është në dorën tuaj, jeni ju brezi i ri, pra brezi i ri që të arrini atë pritshmëri, duke siguruar që drejtësia të ofrohet në kohë dhe me cilësi të lartë. Dhe brezi juaj duhet të mishëroj këtë kulturë të re, këtë mendësi të re, këtë kulturë ku pavarësia e drejtësisë nuk arrihet vetëm me ligje, po arrihet çdo ditë me anën e sjelljes tuaj profesionale dhe duke treguar udhëheqje morale. Mësimet që ne kemi nxjerrë duke punuar me brezat e rinj është që brezave të rinj nuk u intereson shumë formaliteti, besojnë më shumë tek autenticiteti, besojnë tek shembujt, jo tek vetëm mësimdhënia. Dhe nesër secili prej jush do të jeni shembull për kolegët, për magjistratët e së ardhmës dhe për të gjithë shoqërinë.